Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio lajmeve në Blu Televizion. I nxehti i verës është shoqëruar me fluks të shtuar në urgjencën e Spitalit Rajonal të Vlorës. Sipas shefes së këtij reparti, Lorena Arapaj, në 24 orë regjistrohen rreth 120 vizita, ndërsa pacientët nuk mungojnë të huaj që ndodhen me pushime, të cilët paraqiten kryesisht me simptoma të lidhura me temperaturat e larta. Fundimuajt korik dhe ditët e para të gushtit kanë shënuar rritje të numrit të pacientëve që i drejtohen Spitalit Rajonal të Vlorës për ndihmë mjekësore. Në repartin e urgjencës regjistrohen rreth 120 vizita në 24 orë. Shefja e repartit të urgjencës Lorena Arapaj konfirmon se fluksi i shtuar ka nisur rreth datës 20 korik dhe vijon edhe gjatë këtyre ditëve të gushtit. Sipas saj, pacientët paraqiten kryesisht me simptoma të lidhura me temperaturat e larta dhe kushtet e sezonit turistik. Prej datës 20 korik kemi një fluks të shtuar në repartin e pranim urgjencës në Spitalin Rajonal Vlorë, gjithashtu edhe në urgjencën paraspitalore të 127-ës. Fluksi i vizitave ditore është shtuar duke arritur në një numër nga 100 në 120 vizita ditore në 24 orë. Nga këto rastet me diagnoza më të shpeshta janë gastroenteritet, enteritet, gjendjet virale, tonsilitet dhe bronkitet. Fluksi pacientëve lidhet edhe me numrin e lartë të vizitorëve që ndodhen në Vlorë gjatë kësaj periudhe. Kjo reflektohet edhe në statistikat e urgjencës, ku mes pacientëve të paraqitur nuk mungojnë të huajt dhe turistët që kanë zgjedhur qytetin bregdetar për pushime. Prej një gushtit kemi një numër të shtuar të pacientëve jo rezident turistëve. Numri i vizitave të këtyre pacientëve arrin nga 10, 15 dhe 20 në varësi të ditëve. Rritja e numrit të vizitave edhe për shkak të fluksit të lartë të pushuesve që kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar pushimet verore. Kanali Siavit vijon të jetë prej vitesh një problem për banorët e lagjes 10 Koriku, i cili sipas banorëve jo vetëm që nuk është rehabilituar, por ka munguar në vimësi çdo ndërhyrje për pastrimin e tij, duke kthyer kanalin në burim ndotje dhe infeksioni për një zonë të gjerë banimi. Kanali Siavit vijon të jetë prej vitesh një problem për banorët e lagjes 10 Koriku. Ky kanal kullues sipas banorëve ende nuk është rehabilituar. Megjithse një vit më parë u fol shumë për nisjen e punës për realizimin aty të një projekti për ta rehabilituar në total. Jo vetëm që nuk ka patur ndërhyrje, por banorët thonë se kanali Siavit as nuk është pastruar. Ai është kthyer në një burim ndotje dhe infeksioni për një zonë të gjerë banimi. Aroma të pakëndshme, insekte të shumta, mbetje të ndryshme që transportohen në ujërat e kanalit janë disa prej problemeve që shkaktohen prej tij. Banorët kërkojnë ndërhyrjet në menjëhershme duke e parë rehabilitimin e tij si domosdoshmëri për të shpëtuar nga problemet e mbartura ndër vite. Frika dash balkonet, vjen ajër e keqe, se nuk është puna se derdhen vetëm ujërat, hajde. Po ka shumë ndërhyrje për ujërat e zeza. Përveç dhe nuk nga marrë aty ku derdhen të ujërat, futesh deri në gjuhë vetëm me pislëk. Çe lan kështu shtuk. Dhe bëj si lana tha në Tiranë. Po patën ta bëjnë si ta mbyllin fare palese lana sa arrin do ta bëjnë po. Mase do ka infestim. Ka infestim mase po prap. S'është një kështu diçka, një kanal që atje mund të jetë 1 kilometër kanal më shumë s'është. Sot e përshkruaj gjendjen shumë e zhgënjur dhe si gjithmonë, domethënë nuk është ajo që populli pret nga kjo komunë, nga këta politikët e... është e vështirë, shikoj tani ti vetë tani, pse kaloj aty unë? Kalova aty për shkurtësi, e para është kanali që janë ujërat e zeza dhe nuk është e shëndetshme, është vap. Zvaranikët dhe miskonjat të vizu, po era është e padurueshme. Natyrisht, të gjithë jemi me virus, unë kam fëmijë të 2 në shtëpi me virus, unë jam vetë me virus, unë kam zirë nuk merja do të frym nga të vjellët. Natyrisht është një arsye që ka ndikuar për viruset. U hap ishte e mbuluar, nuk e di. E pastruan, po kjo është e bllokuar më shumë. Në lagjen 10 Koriku si dhe Hajro Çakëri, një vit më parë nisën shembjet e disa mureve rrethuese dhe godinave të banimit, me argumentin se do të niste rehabilitimi i kanalit të Siavit në të njëjtën model si Lumilana, por megjithse kanë kaluar muaj, puna ende nuk ka nisur dhe zona vijon të jetë në të njëjtën gjendje.
Siguria e qytetarëve dhe turistëve dhe garantimi i rendit publik gjatë sezonit turistik, Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari dhe Ministri i Turizmit dhe Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha kanë inspektuar në Sarand masat e mara. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha dhe Kryetari i Bashkisë Oltion Çaçi zhvilluan në Sarand një inspektim të masave të mara për mbarvajtjen e sezonit turistik, në një kohë kur flukset e turistëve dhe qytetarëve në portet dhe pikat e tjera të kalimit kufitar vijojnë të rriten. Siguria e qytetarëve dhe turistëve, garantimi i rendit publik dhe reagimi i shpejt i strukturave ligjzbatuese mbeten prioritet gjatë sezonit turistik. Ministri Lamallari theksoi se rritja e numrit të turistëve sjell edhe më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit, duke vlerësuar punën e punonjësve të policisë në garantimin e jetës dhe sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve. Ne kemi 3 mesazhe kryesore si Ministri e Punëve të Brendshme. Së pari, siguria e jetës së qytetarëve dhe turistëve. Sa më shumë ato vinë e vizitojnë jo vetëm Sarandën, por gjithë bregdetin shqiptar. Kjo nuk kupton më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit. Prandaj unë përgëzoj çdo punonjës policie i cili e kryen këtë mision dhe këtë detyrë me përgjegjësi, me profesionalizëm dhe me integritet në shërbim të qytetarëve për të garantuar jetën, shëndetin e tyre dhe gjithmonë çdo turist që vjen në Shqipëri të ndahet me përshtypjet më të mira dhe kujtimet më të bukura nga vendi ynë. Ai nënvizoi se gjatë sezonit turistik nuk do të tolerohet paligjshmëria, ndërsa reagimi i shpejtë dhe profesional i policisë së shtetit ndaj çdo kërkese për ndihmë është thelbësor për forcimin e besimit të qytetarëve dhe turistëve. Së dyti, nga ana tjetër, sigurisht është shumë e rëndësishme që bëhet e qartë për këdo që do lejojmë zero paligjshmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, paligjshmëri të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë i menjëhershëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve në tërësi, mbi sigurinë dhe përgjigjen e institucioneve në ankesat që ata kanë. Ministri i Punëve të Brendshme vuri gjithashtu theksin tek bashkëpunimi ndërinstitucional duke e cilësuar garantimin e një sezoni turistik të sigurt dhe cilësor si një përgjegjësi të përbashkët të institucioneve qendrore dhe vendore. Dhe mesazhi i tretë, sigurisht nuk është detyra vetëm e policisë së shtetit, patjetër ka një pjesë shumë të rëndësishme në këtë përgjegjësi, por një turizëm cilësor që kontribuon në ekonominë kombëtare, në kupton dhe bashkëpunimin e gjithë aktorëve, dhe prandaj kemi zgjedhur të jemi këtu së bashku me Ministrin e Turizmit për të bashkuar forcat, bashku edhe me profesuesin e Këshillit të Ministrave, prefektin në qark, po ashtu edhe kryetarin e bashkisë, profesorin e pushtetit vendor, dhe gjithë bashkë bëjmë të mundur pikërisht që ne edhe këtë vit kemi një turizëm sa më të mirë, sa më cilësor, dhe gjithmonë pse jo e më shumë të synojmë numra në rritje të turistëve që vinë nga Korfuzi, nga Greqia, nga Italia, por edhe pse jo e më shumë turistë nga gjithë Europë dhe më gjërë. Kështu që edhe njerë ju përgëzoj për punën që bëni, por edhe ju falenderoj për mundin, sakrificën që bëni çdo ditë. Ndërsa Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha vlerësoi pozitivisht mbarvajtjen e sezonit turistik duke theksuar rritjen e hyrjeve të vizitorëve të huaj si edhe treguesit e sigurisë dhe miradministrimit. Ne jemi në kulmin e sezonit veror dhe është një sezon i cili karakterizohet nga shifra shumë pozitive, jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve të huaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë njëherë për shifra që lidhen me sigurinë, që lidhet me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është fal një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimi në nivel shumë të lartë nga policia e shtetit natyrisht, nga organet e vetëqeverisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne, në këtë rast edhe turizmi, edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit, dhe gjithë strukturat e tjera, të cilat janë në mbështetje të një sezoni sa më pozitiv dhe që shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Unë i falenderoj të gjithëve nga ana e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit për gjithë sa bëni dhe për gjithë forcat tuaja në terren, për gjithë ekipet dhe për suksesin e këtij sezoni. Gonxha vlerësoi gjithashtu angazhimin e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe strukturave të tjera në terren, duke theksuar se treguesit e deritanishëm dëshmojnë se sezoni është në nivelet më të mira të mundshme. Shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Unë i falenderoj të gjithëve nga ana e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit për gjithë sa bëni dhe për gjithë forcat tuaja në terren, për gjithë ekipet dhe për suksesin e këtij sezoni. Në fokus të inspektimit ishin gjithashtu administrimi i hapësirave publike dhe plazheve, garantimi i aksesueshmërisë dhe sigurisë për pushuesit, si dhe respektimi i rregullave për zhurmat me qëllim që zhvillimi i aktivitetit turistik të shoqërohet me respektimin e qetësisë dhe të drejtave të banorëve dhe pushuesve. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse dhe pushtetin vendor vijon zbatimin e masave për një sezon turistik të sigurt, të rregullt dhe cilësor, duke synuar që vizitorët vendas dhe të huaj të largohen nga Shqipëria me përshtypjet më të mira dhe të rikthehen sërish.
Orikumi është një nga vendet më të bukura të Bregdetit shqiptar, ku natyra, deti dhe historia ndërthuren në një peizazh të veçantë. Çdo vit vizitorë të shumë zgjedhin këtë zonë për të pushuar, për të shijuar natyrën dhe për të njohur më nga afër historinë dhe traditat e saj. Orikumi 15 kilometra larg qytetit të Vlorës është një nga vendet më të bukur të Bregdetit shqiptar, ku natyra, deti dhe historia ndërthuren në një peizazh të veçantë. Plazhet me ujërat e kristalta, pasuritë natyrore dhe trashëgimia historike e bëjnë Orikumin një destinacion tërheqës edhe në këto ditë gushti, ku plazhet e tij janë të mbushur me turistë vendas e të huaj. Çdo vit vizitorë të shumë zgjedhin këtë zonë për të pushuar, për të shijuar natyrën dhe për të njohur më nga afër historinë dhe traditat e saj. Pushuesit që zgjedhin Orikumin mund të njihen me gjurmët e qytetërimeve të hershme dhe me historinë e pasur të këtij territori, si dhe ta shfrytëzojnë atë për të vizituar parkun arkeologjik të Orikut, lagunën e Orikumit, kishën e Marmirojit, Tragjasin e vjetër, parkun e Llogoras apo Dukatin e vjetër. Këto atraksione i japin zonës një vlerë të veçantë turistike, duke ofruar mundësi për të kombinuar pushimet në Bregdet me eksplorimin e historisë dhe natyrës. Është zhvilluar mbrëmjen e mërkurë në Vlorë një aksion i forcave Renea. Sipas informacioneve paraprake, forcat speciale kanë ndërhyrë në 2 banesa të cilat dyshohen se mund të jenë përdorur si vende ku fshihen persona me rrezikshmëri të lartë kriminale. Një aksion i forcave Renea është zhvilluar mbrëmjen e së mërkurës në qytetin e Vlorës. Sipas informacioneve, forcat speciale kanë ndërhyrë në 2 banesa, të cilat dyshohet se mund të jenë përdorur si vende ku fshihen persona me rrezikshmëri të lartë kriminale. Operacioni është zhvilluar në masa të repta sigurie, ndërsa forcat e Reneas kanë kryer kontrolle në ambientet e banesave dhe përreth tyre. Ende nuk dihen rrethanat e plota të operacionit dhe as identiteti i personave që dyshohet se janë objekti ndërhyrjes së forcave speciale. Gjithashtu ende nuk ka një informacion zyrtar në lidhje me rezultatet e kontrolleve apo nëse ka persona të arrestuar ose të shoqëruar. Mësohet se aksioni është ende në zhvillim, ndërsa pritet që në vijim të ketë më shumë informacion nga autoritetet për motivin e operacionit dhe rezultatet e tij. Ky operacion vjen në kuadër të kontrolleve dhe ndërhyrjeve të strukturave të policisë së shtetit ndaj personave që konsiderohen me rrezikshmëri të lartë. Ndërkohë, për detajet e operacionit pritet konfirmimi zyrtar nga policia e Vlorës. Është celur në Vlorë Eagle Dance ose kërcimi shqiponjës, ekspozita e përbashkët e artistëve Roland Harizi dhe Eda Mollaj, një projekt që bashkon fotografinë, skulpturën, pikturën, mozaikun dhe kolazhin. Eagle Dance ose kërcimi shqiponjës është ekspozita e përbashkët e artistëve Roland Harizi dhe Eda Mollaj, një projekt ky që bashkon fotografinë, skulpturën, pikturën, mozaikun dhe kolazhin. Ideja e ekspozitës ka lindur nga një simbol i fortë i identitetit shqiptar, kërcimi i shqiponjës. Çifti artistëve ka shndruar këtë motiv në një udhëtim artistik, duke e realizuar në 10 shtete të botës dhe duke e vendosur në sfondin e kulturave, peizazheve dhe qyteteve të ndryshme. Fiksuam kërcimin me sfond nga kultura të vendeve të ndryshme. Një mundësi kjo për të përçuar traditën e valleve tona, shprehet Roland Harizi. Kjo në fakt, duke qoftur në atë vallja shqipe Eagle Dance që kemi, është një ide që ka lindur në mënyrë spontane gjatë udhëtimeve që kemi bërë në vende të ndryshme të botës. Të entuziazmuar kërcyem atë valle dhe bëni figurë dhe troqi vëmendjen e shikuesve aty, të cilët pyetën nga jeni dhe ne duar trokitën të gjithë vetëm vallet shqipe apo vendi shqiponjave. Kjo na bën ndjemi krenarë dhe thamë që herë të çdo udhëtim që do bëjmë në çdo qytet dhe do marrim me vete pikërisht këtë suvenir, fotografinë duke fiksuar atë momentin final të valles. Kjo përderisa ka ngjyra të thellësisht kombëtare, fillon nga Vlora që është vendi i flamurit, prandaj ne jemi krenar për këtë. Edhe të shikojmë pasaj për Shqipërinë edhe më tej nëse gjatë shqiptarëve të tjerë që jetojnë në vende ndryshme të botës. Po që mbas kësaj e sigurt është që do jetë në Athinë, atje ku kemi komunitetin tonë me ambasadën tonë që na mbështet thellësisht për gjëra të tilla.
Sipas Harizit, është kënaqësi e veçantë që pikërisht ballën e Shqiponjës ta nisin nga Vlora, duke e cilësuar qytetin bregdetar si pikën e parë të këtij udhëtimi të ri të ekspozitës. Për Eda Mollajn, kënaqësia është e dyfisht pasi udhëtimet nuk mbeten vetëm kujtime personale, por kthehen në vepra arti dhe ndahen me publikun. I marr me vete ato dhe i shpreh dhe veprat e mia. Veprat e mia janë veprat e para të pikturës, janë abstrakte, po megjithatë ato sjellin emocionet e gjithë udhëtime që kemi bërë, sjellin figura persona njerëzish që dhe ata kanë brenda tyre atë emocionin që ndjen me neve, se duke bërë neve vallën e shqipeve, u ndjen edhe ata krenar me ne, duke bërë dhe ata vallën e shqipeve siç e bënte ne. Ky është një emocion i madh që kulturën tonë e çuam më tutje. Ekspozita Eagle Dance ka nisur rrugëtimin e saj nga Vlora, ku do të qëndrojë për 5 ditë, duke u ofruar ardashësve mundësinë të shohin nga afër këtë projekt të veçantë. Më pas ekspozita do të vijojë udhëtimi në qytete të tjerë për të sjellë përpara publikut të ri një ndërthurje mes artit, udhëtimit dhe identitetit shqiptar. Një kërcim që nisi si një ide u kthye kështu në një udhëtim nëpër botë dhe tashmë është rikthyer në Vlorë si një ekspozitë që bashkon kulturat përmes gjuhës së artit. Është ndarë nga jeta në moshën 63 vjeçare ish futbollisti i njohur i flamurtarit të Vlorës, Agim Bubeshi. Ai është gjetur pa shenja jete në apartamentin e tij, ndërsa dyshohet se kishte ndëruar jetë disa ditë më parë. Me fanellën e flamurtarit ai la gjurmë në futbollin shqiptar dhe kujtohet si një prej lojtarëve të brezit të suksesshëm të viteve 80-90. Është ndarë nga jeta Agim Bubeshi, një prej futbollistëve të spikatur të flamurtarit të Vlorës gjatë viteve të arta 80-90, një nga periudhat më të mira për klubin vlonjat. Agim Bubeshi ka lindur më 7 prill 1963, ndërsa zhvilloi të gjithë karrierën e tij profesionale vetëm me fanellën e flamurtarit, ku luajti në rolin e sulmuesit. Ai spikati si një nga lojtarët më të mirë të ekipit të madh të viteve 80-90, duke arritur të fitojë edhe 2 kupa Shqipërie me fanellën e flamurtarit, madje duke qenë dhe protagonist. Agim Bubeshi realizoi në 2 finale ndaj Partizanit në 2 kupat e Shqipërisë të fituara me fanellën e flamurtarit në atë kohë. Gjithashtu ai ishte pjesë edhe kombëtares shqiptare, me të cilën zhvilloi edhe 6 ndeshje. Ish futbollisti i flamurtarit është gjetur pa jetë në apartamentin e tij mbrëmjen e të mërkurës. Dyshohet se ai kishte ndëruar jetë disa ditë më parë. Kanë qenë fshinjtë e tij, të cilët kanë vënë mungesën dhe kanë njoftuar policinë. Me njerëta të fundit kanë mbritur në banesë, ndërsa kanë gjetur të pajet ish futbollistin e flamurtarit. Agim Bubeqi ishte pjesë e një prej brezave më të rëndësishëm në historinë e flamurtarit të Vlorës, skuadër që gjatë viteve 80 u shndrua në një prej ekipeve më të forta të futbollit shqiptar, por duke lënë dhe gjurmë të rëndësishme në arenën ndërkombëtare. Mësohet se për disa vitesh Bubeqi vuante nga problemet të shëndetit. Lajmi gjithsesi për ndarjen e tij nga jeta ka trishtuar komunitetin sportiv vlonjat, por edhe atë kombëtar, si dhe gjithë ata që kanë njohur dhe ndjekur në vitet e arta të flamurtarit, aty ku Bubeqi fliste në fushën e lojës, shënonte gola, madje duke fituar dhe 2 trofet e parë me ekipin vlonjat, 2 kupat e Shqipërisë, duke qenë dhe protagonist. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.